mendon për përfaqësimin e filmave që kanë tematikë shëndetin mendor në Shqipëri? Unë jam pro e filmave familjar me familjen. Okej. Sepse filmat sot në Shqipëri po edhe në botë, se ne po kopjojmë, nuk është se po bëjmë kopjen më të shpifur. Nuk po them që duhet të jenë gjithë filmat artistike, duhet të jenë gjithë filmat kontemporan që të kenë tema të rënda. Kemi nevojë për filma komercial që kanë nuk mund të them komercial për se, po komedi, siç ishte filmi Aurelës, Luli dhe Nilemes, që ishte me Margendë, me Fryalbën, që janë edhe gjithë kasa aktorëve, që ishte nice. Edhe regjizori ka arritur shumë mirë për ato që i duhet publikut. Dhe njëkohësisht ka marrë atë anën e vet limitit që duke në çdo pikë duke trajtu temën e dhunës kundër femrave dhe shkësisë, që është tema kryesore e gjithë filmit, që njerëzit i ka kaluar kështu atyre që s'kan dashme e pa, po ka një peshë aty brenda. Domethënë ka trajtuar mesazh, ka trajtuar humor, ka trajtuar një lloj situate ku Aurelia Gaçi ne jemi rritur ta shohim në skenë dhe e pam në film, domethënë një lloj sinergjie që kishin edhe aktorët e gjitha. Po nga ana tjetër ne po shkojmë te armët, po shkojmë te prostitucioni, po shkojmë te droga, po shkojmë te gjithë janë më të fortët në filma, asnjëri nuk i mund dot shqiptarët, domethënë. Thuaj një gjë që të bezdis shumë tek filmat shqiptar. Nuk po shoh më filma me familje, që të jetë epiqendra familje, siç ishte kjo që ishte familje reale, pavarësisht ishte komedi, po e marrim për shembull me që e marrim si shembull. Siç është filmi Shok për shembull, që un filmi me trashkurtë që brenda një minutazhi shumë të vogël tregoj akoma më shumë se ç'mund tregoj treqeku i filmave po ti marrësh bashkë, mund të bënja 5 orë gjithsej. Domethënë një histori reale me këmbë në tokë, ti po dalësh tash dhe të pyesësh 3 njerëz, do të thënë minimalisht 10 histori që mund t'i bësh filmometrazh gjatë. Nga jeta vet, sepse regjisorët shqiptarë e bënim dhe ne si gabim në fillim. Që mendoshin për skenare të mëdha, nuk mendoshin për buxhete, nuk mendoshin për atë që ne kemi përjetuar. Nëse bën diçka që e ke përjetuar vet, normalisht do dalë 100 herë më mirë. Dhe filmat familjar, filmat e shëndetit mendor, filmat me trajtime të disa temave sociale të cilat duhen trajtuar, që nuk preken shumë, për mendimin tim do jenë më të fuqishme dhe nëse marketohen të tillë. Jo siç ishte filmi i Black Light që u marketuan në mënyrë të frikshme për keq.